Kryetari i Bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi e ka shpallur si prioritet të punës së tij për mirësimin e infrastrukturës së qytetës bregdetare të Ksamilit, por kjo dëshirë e shprehur prej tij publikisht, duket se e ka rrëmbyer aq shumë kryebashkiakun sa ka vendosur të zgjidhë qesën e fondeve publike, duke i shpenzuar 2 herë për të njëjtën rrugë. Dhe nuk janë pak, por dy tenderat që përplasen me njëri tjetrin do të kushtojnë buxhetit të sarandiotëve plot 2 milion euro. Është një lapsus nga Bashkia e Sarandës apo një tentativë për të mbuluar shpenzime të fryera? Le të shohim dokumentet zyrtare. Në tetor të vitit 2025, kryebashkiaku Çaçi shpall tenderin rikualifikim trotuari KUB, ndriçim dhe shtresave rrugore në rrugët Onhezmi dhe Lefter Talo. Fondi limit për këtë procedurë ishte parashikuar në vlerën 108.466.666 lekë të reja, ose rreth 1.1 milion euro. Referuar dokumenteve të konsultuara nga Bold News, rezulton se në procedurë kanë marrë pjesë 2 operatorë ekonomik, Hastoçi SHPK dhe Shëndelli. Procedura tenderuese u mbyll në 17 nëntor dhe 4 ditë më pas, në 21 nëntor 2025, kryebashkiaku Oltion Çaçi shpall fitues shoqërinë Hastoçi me ofertë 105.465.202 lekë të reja. Sipas Bashkisë së Sarandës, projekti përfshin ndërhyrjen infrastrukturore në rrugët Onhezmi dhe Lefter Talo, duke kryer shtrimin me pllaka guri dhe shtresa asfaltike. Qëllimi i projektit, sipas kryebashkiakut Çaçi, konsiston në përmirësimin e mjedisit urban, krijimin e hapësirave miqësore për funksionimin e kësaj rruge, infrastrukturë mirëfillt bashkëkohore me impakt të drejtë për banorët e kësaj zone. Në tenderat publik, por sidomos ato që lidhen me infrastrukturën, bëhet gjithnjë më shpesh një detaj interesant: sa më shumë fjalë të bukura të ketë projekti, aq më e madhe është shifra e fondit limit. Megjithatë, për një moment nuk po ngrem asnjë dyshim mbi shifrën 1.1 milion euro të këtij tenderi të Bashkisë Sarandë, dhe po marrim të mirë qenë se banorët që jetojnë në rrugët Onhezmi dhe Lefter Talo në Ksamil tashmë do të shohin ditë të bardha nga vullneti i Oltion Çaçit, por gjithmonë ka një por. Banorët e rrugës Lefter Talo kanë 2 fish fat me kryebashkiakun Çaçi. Ky i fundit ka vendosur të shpenzojë edhe 800.000 euro të tjera për rikonstruksionin e atij aksi rrugor. Këtë shpenzim ka vendosur të kryejë me një tjetër procedurë tenderuese. Më 21 nëntor 2025, pikërisht në ditën që u shpall fituesi tenderit rikualifikim trotuari KUB-s, ndriçim dhe shtresave rrugore në rrugët Onhezmi dhe Lefter Talo, kryebashkiaku i Sarandës shpall një tjetër tender për infrastrukturën e Ksamilit. Projekti tenderues titullohet Ndërtim trotuare, rikualifikimi rrethimeve anësore në rrugët e brendshme dhe rikualifikim hapësirës plotëse Ksamil. Për këtë tender, Bashkia e Sarandës ka vendosur të shpenzojë një fond prej 74.925.000 lekë të reja. Natyrisht banorët e Ksamilit, por edhe turistët e shumtë që mbërrin në qytet gjatë stinës së verës, ka nevojë për hapësira shlotëse. Por çfarë vërehet në dokumentat e këtij tenderi të ri? Në projekt është përfshirë sërish rruga Lefter Talo. Sipas të dhënave zyrtare, Bashkia e Sarandës vlerëson se kjo rrugë ka nevojë për ndërtimin e trotuareve dhe rikualifikimin e rrethimeve anësore në rrugët e brendshme. Sipas dokumenteve të miratuara nga kryebashkiaku Oltion Çaçi, projekti fillon me zgjerime për të krijuar aksesin e kalimit të këmbësorëve, ku sipas preventivit të punimeve do të kemi punime gërmimi, punime strukture prej betoni, si dhe sistemimin e zonës. Në një vështrim të përgjithshëm të 2 tenderave, krijohet ideja se ato synojnë njëkohësisht përmirësimin e infrastrukturës të rrugës Lefter Talo. Nëse është kështu, për cilën arsye kryebashkiaku Oltion Çaçi ka vendosur që të zhvillojë 2 tendera me fond limit teje të lartë rreth 2 milion euro?